Në raportimin e tij në parlament, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani pranoi për herë të parë se ai dhe prokurorët ndodhen nën presione dhe sulme nga mediat, por deklarata e tij më e fortë nuk ishte kjo. Ishte pohimi publik se ndaj Amanti Josifit, drejtuesit të rrjetit kriminal të call centerve, që vodhi mbi 200.000 shtetas të Bashkimit Evropian, nuk është zhvilluar asnjë procedim penal nga SPAK. Sipas Dumanit, ekziston një marrëveshje me drejtsinë spanjolle që rasti të hetohet dhe gjykohet vetëm nga pala spanjolle. Ky version bie ndesh me faktet dhe dokumentet zyrtare që vetë SPAK i ka publikuar gjatë 3 viteve të fundit. Më 10 nëntor 2022, SPAK deklaroi publikisht se kishte kryer një operacion të përbashkët me Europol dhe policinë spanjolle për goditjen e rrjetit call center që operonte në Shqipëri, në drejtimin e Amanti Josifit. Më pas më 12 nëntor, u arrestuan administratorët e qendrave call center, ndërsa vetë Josifi u shpall në kërkim ndërkombëtar pasi ishte arratisur në Dubai. Nga dhjetori i vitit 2022 deri në shkurt 2023, SPAK, Policia e Shtetit dhe Europol raportuan publikisht se kishin ngritur grup të përbashkët hetimor me Spanjën dhe ishin në proces lokalizimi të Josifit. Vetë Policia e Shtetit njoftoi se agjentët shqiptar të FAS dhe BK-s do të udhëtonin drejt Dubait për arrestimin e tij. Asnjë prej këtyre udhëtimeve nuk u realizua. Dhe më pas një viti të heshtur, më 27 tetor 2025, Dumani del në parlament për të thënë se nuk ka hetim shqiptar sepse gjithçka ja ka lënë palës spanjolle. Në të vërtetë midis SPAK-ut dhe prokurorisë spanjolle nuk ekziston asnjë marrëveshje ligjore që jep ekskluzivitet hetimi i një pale për krimet kryera në territorin e Shqipërisë. Kodi i procedurës penale shqiptare nuk parashikon transferim hetimesh për shtetas shqiptar kur veprat penale janë kryer brenda vendit. Marrëveshjet e bashkëpunimit ndërkombëtar përfshin koordinim, jo dorëzim të hetimeve dhe kjo është pika që e bën deklaratën e Dumanit pavlefshme juridikisht dhe të dyshimt politikisht. Burime nga BKH kanë konfirmuar se në fillim të vitit 2023, SPAK kishte hapur një procedim hetimor për pastrim parash dhe mashtrim kompjuterik ndaj Amanti Josifit edhe personave të lidhur me të. Hetimi u ndërprer papritur në momentin kur provat çonin drejt një emri që politika nuk e prek, Olsi Rama, vëllai i kryeministrit. Të dhënat tregojnë se përmes një sër kompanish fiktive, Olsi Rama ishte përfituesi fshehur në disa prej qendrave call center që Amanti Josifi drejtonte, duke mbuluar aktivitetin financiar përmes bizneseve të tjera të regjistruara në Tiranë, Vlorë dhe Fier. Në muajt që pasuan çdo veprim hetimor në Shqipëri u ndal, BKH nuk dërgoi asnjë grup bashkëveprimi në Dubai, ashtu siç kishte kërkuar Interpol Tirana dhe Europol. SPAK nuk mori asnjë masë sekuestrimi të re, edhe pse më 10 shkurt 2024 vetë njoftoi përfundimin e hetimeve për grupin call center dhe sekuestrimin e 2.2 milion eurove, 28 milion lekëve dhe disa pasurive në emër të Josifit dhe familjarëve të tij. Nëse Dumani pretendon se këto sekuestrime janë bërë pa hetim penal ndaj Josifit, atëherë kemi përballë një paradoks institucional. Si mund të sekuestrohet pasuria e një personi për cilin nuk ekziston procedim penal? Dhe më e rëndë, pse SPAK hesht mbi faktin që drejtësia spanjolle arrestoi Josifin në Dubai në shtator 2023 dhe njoftoi Tiranën, por nga Shqipëria nuk u dërgua asnjë përfaqësues në vendngjarje? Sot është e qartë se hetimi për Amanti Josifin është ndaluar për arsye politike. Përfshirja e emrave që prekin rrethin më të afërt të pushtetit ka bërë që SPAK të tërhiqet nga një dosje që në çdo vend tjetër do të ishte konsideruar krim ekonomik me përmasa kombëtare. Kur Altin Dumani pranon në parlament se nuk ka hetim, ai jo vetëm shmang përgjegjësinë ligjore të institucionit që drejton, por konfirmon se drejtësia shqiptare po komandohet politikisht dhe kur ai pranon presione nga media, duhet të sqarojë një gjë të vetme: kush e ka frikën nga hetimi i Amanti Josifit dhe pse SPAK u tërhoq në momentin kur provat çonin te Olsi Rama, sepse e vetmja marrëveshje që duket se ekziston në këtë rast nuk është me drejtsinë spanjolle, por me heshtjen e politikës shqiptare. Dhe kjo është marrëveshja që e mban drejtsinë peng.